Të dashur fermerë, të Kutallis, Urës, Dimalit, Kuçovës, Beratit dhe mbar Shqipërisë. Ju përshëndes përzemërsisht dhe ju falenderoj shumë për këtë takim, për praninë tuaj në këtë takim. Unë dua gjithashtu të përshëndes sot këtu para jush mikeshën e shquar të Partisë Demokratike Timën dhe Shqipërisë, deputeten në Parlamentin Italian, zonjën Erika Maseti, e cila ndodhet këtu sot dhe këto 2 ditë ka ardhur për të mbështetur opozitën shqiptare në këtë fushatë elektorale si dëshmi e lidhjeve të ngushta miqësore që bashkojnë Partinë Demokratike me Partinë Forca Italia, që në kohën e presidentit të pavdekshëm, mikut të madh të shqiptarëve, italianit të madh Silvio Berlusconi. I dashur Eno, drejtues politik i qarkut të Beratit, i dashur Gjok, drejtues i departamentit të bujqësisë në Partinë Demokratike, të dashur kryetar të Partisë Demokratike të degëve të këtij qarku, të nderuar dhe dashur kandidat për deputet të Partisë Demokratike dhe koalicionit për Shqipërinë madhështore, të pranishëm në këtë takim që jeni krenaria e koalicionit opozitar, krenaria e popullit opozitar dhe shqiptarëve, nesër deputet në Parlamentin e vendit. Unë vi sot të kju për të parashtruar programin tonë, me të cilin duhet të garantojnë çdo fermer të Kutallis, të Beratit dhe të mbar Shqipërisë se ky program ka si qëllim më kryesor suksesin dhe rritjen e mirëqenjes të fermerëve shqiptar, të cilët ndërtojnë jetën e tyre me lumej djerse, mundi dhe sakrifica. Ju garantoj se do bëjmë gjithçka që kjo djersë, ky mund, to sakrifica të japin më shumë për ju dhe familjet tuaja dhe për vendin. Ky është qëllimi i programit tonë. Ne konsiderojmë diskriminimin që u bë ju këto 12 vite një diskriminim të pafalshëm. Fermerët, mjafton të them një shifër, në qoftë se fermerin në Maqedoni, fermerin në Kosovë, në Maltëzi dhe në Serbi, merë sot 5 herë më shumë se ju subvencione, ky është një diskriminim dhe ndëshkim për ju. Po pse është ndëshkim për ju? Sepse hapja e tregut ju bën të pamundur ju të konkuroni me ata që subvencionohen 5 herë më shumë se ju. Cili është
Shpesh nofta më keni ndëgjuar të them se në këtë program akti i parë që do bëjmë ne do ja u kthejmë parat qytetarëve. Dhe kjo nuk është një slogan, ju them me sinqeritet më të madh. Ky është një realitet, po pse mos zotëri? Nga 380.000 fermer, shteti merr taksën e vlerës shtuar në çdo blerje që ata bëjnë. Paguaj 20%. Në 380.000 fermer që japin 19% të prodhimit të brendshëm të vendit, që punsojnë rreth 500.000 shqiptar, buxheti i shtetit, miq të dashur, ka lënë këtë vit për fermerin, pa llogaritur ato të administraci i marrën rroga, 32 milion euro. Shuma më qesharake, më e turpshme, 32 milion euro, subvencion për të gjitha për ju. Në një kohë kur Maqedonia e ka 220 milion euro, Kosova e ka 4-5 herë më të madh se sa ne, Serbia 7-8 herë më të lartë. Çfarë do bëjmë ne? Ne do kthejmë parat, mos zotëri, se parat i marrën nga ju. Ne nga 32 do kalojmë në 230 milion, me të cilat do të subvencionojmë çdo fidan që të mbillni, çdo kokë bagti që të mbani, çdo njësi prodhimi që të bëni. Kjo do jetë zotimi ynë solemn për ju.